Asnjë neglizhim ndaj medikamenteve që njihen si hollues të gjakut. Ky është apeli që vjen nga kardiologja Jona Leka në këto ditë vere për të gjithë ata pacientë që i kanë pjesë të protokollit të trajtimit shëndetësor. Këto ilaçe mund të ndërpriten apo rallohen vetëm me rekomandim të specialistëve, shprehet Leka. Shpeshherë na vijnë pacientë të cilët, sidomos aspirinën, klopidogrelin apo dhe holluesit e tjerë të gjakut i marrin jo më për dita siç në fakt duhet, siç rekomandohet nga mjeku, po një herë në 3 ditë me frikën se mos këta hollues gjaku e hollojnë gjakun më shumë se ç'duhet. Është me shumë rëndësi që të gjithë të sëmurët me zemër në mënyrë specifike që e kanë detyrim përdorimin e kësaj lloji terapie, të mos e rallojnë në ditë marrjen e holluesit të gjakut, sepse nuk është e vërtetë që ekziston një rekomandim i tillë mjekësor për këtë lloj modifikimi të terapisë. Aspirina, klopidogreli, por dhe holluesit e tjerë të gjakut, të cilët gjatë vitit përdoren për dita, edhe gjatë periudhës së nxehtë të vitit, duhet të përdoren për dita gjithashtu. Nëse pacienti paraqet ankesa të lidhura me përdorimin e këtyre medikamenteve, pastaj terapia modifikohet varësisht ose pas këshillimit me mjekun specialist. Por u bë thirrje qytetarëve të mos modifikojnë terapinë duke u bazuar në këtë ide e cila shpërndahet mes pjesëtarëve të popullatës që nuk kanë lidhje direkte me mjekësinë edhe me këtë profesion. Leka e ka vendosur theksin edhe tek mënyra e marrjes së ilaçeve për dhimbjen e gjoksit në këto ditë nxehta. Është me shumë rëndësi të bëhet kujdes në përdorimin e ilaçeve për dhimbjen e gjoksit. Këto janë ilaçe të cilat natyrshëm shkaktojnë ulje të tensionit, po sidomos në momentet e përdorimit gjatë orareve më të nxehta të ditës, mund të ketë një bashkëngjitje të efektit të uljes së tensionit të medikamentit me temperaturën e ambientit dhe pacienti të përjetojë një rënje më të madhe të tensionit se zakonisht i shkakton përdorimi i ilaçit për dhimbjen e gjoksit, duke përjetuar dhe gjendje të fikti. Pra pacienti duhet të jetë në ambient të ftohtë, të ajrosur mirë, të jetë hidratuar mjaftueshëm dhe pastaj të përdori ilaçin për dhimbjen e gjoksit, cili do qoftë ky medikament. Këto rekomandime vijnë në kohën kur temperaturat e larta kanë nxitur përkeqësimin e gjendjes shëndetësore të pacientëve që vuajnë nga sëmundjet kardiovaskulare, ndërsa janë shtuar edhe rastet me infarkte dhe goditje në tru.